Gabimi që bëjnë prindrit kur u japin ilaçe fëmijëve. Një gabim shumë i zakonshëm që bëjnë prindrit kur japin fëmijëve detyrë forma të lëngshme farmaceutike, siç mund të jenë shuruprat, është përdorimi i një luge të zakonshme të kuzhinës, e cila ndryshon edhe ndjeshëm vëllimin. Ky rezulton ose në mbidozë ose duke rritur rrezikun e efekteve anësore ose në nëndozë duke ulur efektivitetin e ilaçeve. Prandaj, për të shmangur gabimet e dozimit, prindrit duhet t'u japin fëmijëve shurup dhe ilaçe të tjera të lëngshme me shiringën e duhur për të projektuar posaçërisht për përdorimin e mililitrave që përfshihet në paketimin e ilaçit. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që prindrit të zgjedhin analgjezikun e duhur në bazë të shkakut të dhimbjes dhe gjithmonë duhet ta marrin atë në mbikëqyrjen e një eksperti. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshilla